Pas një fillim viti me shifra surprizuese ku shënuan më shumë dalje të shqiptarëve jashtë vendit se sa të huaj që kanë ardhur në Shqipëri, muaji prill dhe ai maj duket se kanë ngadalësuar ndjeshëm lëvizjen e qytetarëve. Kjo situatë lidhet me procesin zgjedhor i cili historikisht ka sjellë një tkurrje të udhëtimeve. Sinjalet që vijnë nga treku janë që shqiptarët hezitojnë të prenotojnë në këto 2 muaj duke i shtyrë pushimet për në qershor. 3 mujori i parë i vitit, janari, shkurti dhe marsi, është mbyllur me shifra shumë impresionuese. Shkurt, themi që shqiptarët kanë lëvizur. Ajo që duhet të theksoj shtesë mbi këtë, ende ne nuk e bëjmë dot analizën nuk është mbyllur muaji prill, por prilli po mbyllet në të kundërtën e 3 mujorit të parë me shifra shumë herë më të ulta krahasuar me periudhën janar, shkurt, mars. Ne kemi tendencën t'ia lëmë zgjedhjeve, ndikimit politik në vend, do thotë reagimi shumë i madh që është në media nga çfarë po ndodh me fushatën, jep efekt edhe tek lëvizjet e shqiptarëve. Tur operatorët janë të mendimit se tregu është maturuar dhe se tashmë gjen oferta për çdo lloj buxheti. Është kjo arsyeja pse shqiptarët nuk bëjnë më prej disa vitesh një palë pushime në vit. Ka kaluar koha që gjithçka planifikonin të bënin një palë pushime vere dhe nuk kishin mundësi ose me pak mundësi mund të planifikonin pushime të tjera. Pra tregu ka filluar të shtrihet gjithë vitin. Tashmë Tirana lidhet thuajse me çdo destinacion europian dhe jo vetëm, ndaj lëvizjet më të shpeshta janë ato 2-3 ditoret brenda Europës. Destinacionet e Europës që janë, po themi, në harkun mes 1 orë deri 1-2 orë fluturim, janë bërë të prekshme me një tarifë shumë ekonomike gjatë periudhës së sezonit ullët, ku është janari, shkurti dhe marsi. Pra tregu ka marrë formë, ka marrë ngjyrë, ka filluar të lëvizë në gjithë shtrirjen e vitit në 12 muaj. Që nga koha kur ka nisur shërbimet e fluturimeve low cost në aeroportin e Tiranës, në treg vërehet një shtrirje gjatë gjithë vitit të udhëtimit të shqiptarëve, duke dëshmuar për një standard të ri me pushime më shumë se një herë në vit.